materiali. Jeni njohur ndërkohë në një muaj të bukur prilli. Jo, kemi zyrtarizuar, jemi lidhur në prill. Ato shkëndijat sigurisht kishin nisur më herët. Atëherë ne do donim shumë ta dëgjonim historinë tuaj se si është njerë t'jesh bashkë një këngëtare dhe një moderatore, Ola? Është shumë bukur se edhe ne gazetarët jemi artist brenda në shpirt, edhe pse ndoshta publiku nuk e kupton. Po, do me thënë, okej, unë s'di të këndoj, po unë e shijoj shumë muzikën edhe gjithmonë gjithë jetën time e kam ndjekur atë. Kështu që është shumë e bukur kur bëhet bashkë, mendoj, një gazetar dhe një artist, e kuptojnë dhe më mirë njëri tjetrin. Pa diskutim. Si ka përmbushur jetën tënde, Ola, Endri, më thuaj pak. I ka dha një sharm tjetër, do më dhe. Një lumëtori tjetër, një qetësi tjetër, më ka bërë shumë mirë. Kryesisht të dashuria, do më thënë e para, kur të roket zemra tak, kupton ti, ndihesh ndryshe. Dhe jemi shumë të lumtur. Jam shumë i lumtur, gjithçka ka marrë për mirë, nga dashuria, nga të gjitha. Po e si gjithë gjërat. Gjithë gjërat. Sjell një lloj stabiliteti, në jetën tënde, një lloj qëndrueshmërie në të gjitha. Më duhesh se kisha projekte të zemrës, po edhe projekteve të tjera. Kisha shumë vite që jetoja vetëm dhe nuk kisha këtë kontrollin dhe këtë pritje në shtëpi të zemër, ku je, Vanesa, tak, kujtojshë se, do me thënë, gjithçka shumë që me duheshe, edhe dashuria triumfon. Si ndodhi, si lindën shkëndijat e para me s'jush, Ola, si ndodhi? Nga bashkëpunimi ne bashkëpunonim, ngushtësisht bashkë, me projekte... Gjithmonë program ytë, do letora po kishë Jo, do me thënë, unë i njihja si artist, si që i njeh gjithë shqiptaria, mendoj, i kam ndjekur edhe në net live, si që kam ndjekur dhe çdo artist tjetër të këtij vendi, se si që tashëm pëlqen muzika dhe e ndjek, nuk e njihja Endrin nga afër, absolutisht as Stefi nuk. Kur filluam, i bëra një ofertë unë pastaj djemve për të bashkëpunuar, bashkë edhe për të bërë atë projekt që më pas u pëlqye shumë në publik edhe kërkohej që t'ishte në çdo sezon. Dhe në fundin e sezonit, përpara se të ne të lançonim programin tjetër, projektin tjetër, aty ne e finalizuam, u lidhëm domethënë le të themi. Shkëndijat Ishin me kohë shkëndijat sy me sy, do me thënë. Pra, të tregofa nga këtë detaje. O miro, nga puna, nga kanga, nga... Ishte një projekt shumë i losshëm. Punonim që nga drega dhe në dark. Ka qenë i përjavshëm, I përjavshëm, po gjithë javën kishte punë, do me thënë. Edhe nga lodhja jam e kështu shikime, ato me si që vjen dashuria, me shikim të parë, do me thënë. Çfarë filloi ty të të pëlqente tek Ola në fillim? Çfarë të tërhoqi tek ajo? Ola është një vajzë e përkryer, është një punëtore jashtëzakonshme, një vajzë me të gjitha notat 10, do me thënë. Si të mund, sigurisht në shkollë. Edhe, mi të gjitha, zemre sa e madhe, e paloshme. Ja kështu, qartë më shumë të temë të një. Ola, edhe ti thej që Endri sigurisht të gjithë ne, e njihje nga ekrani, si artist, një nga artistët më të mirë, pa diskutim. Më i miri është për mua të paktën. Pa tjetër, janë dy vëllezërit Korçar, janë absolut, janë artistë të jashtëzakonshëm, të e dimë dhe e kemi thënë gjithmonë. Por kur e njohë personalisht, çfarë të tërhoqi pastaj, për të kaluar në një tjetër marrëdhënie? Unë nuk e prisja që një djalë aq i shkathët, i çiltër, në thonjza pak arapçi, do kishte një zemër dhe një shpirt. Pak arapçi, në ç'kuptim? Në të gjitha kuptimet e kësaj fjale. Në ju në Korçë, si e kanë korçarët, në ç'kuptime thon këtë pak arapçi? Ja kështu. Një qik dolli bashkë, qik në një gotë keraki, në një kështu, me shokë, me kuptonti, në tavolina, dhe puna jonë është e tillë. Puna jonë është me muzikë, me njerës. Sinonimi bohemit, një natyrë? Paka shumë. Pak bohem? Paka shumë. Nga natyra? Që të gjitha bashkë. Po. Unë nuk e prisja që do ishte një njeri me një shpirt aq të madh, me një zemër aq të madhe dhe mbi të gjitha i vërtet, ose më shumë se i vërtet, unë do thoja tradicional. Unë mund të dukem si moderne kështu në pamje të parë, por unë jam një vajzë shumë tradicionale. E dua shumë familjen, e vlerësoj shumë respektin dhe mbi të gjitha besnikërinë. Këto ishin virtyte që unë dal nga dal po i gjeja te Endri edhe po befasohesha, thash wow,
ekzistojnë ende njerëz të tillë në ditët e sotme, se është shumë e vështirë të gjesh njerëz të tillë në ditët e sotme. Kështu që aty nisën shkëndijat e para, edhe javë pas jave, gjëja po merrte formë, apo jo? Avash. Kur ka qenë ai momenti më pas, që le të themi pati një lloj deklarate dashurie, ë? Dhe kush ka qenë i pari që ka thënë të dua, ose i pari që ka ndërmarrë hapin? Na i dha Zoti aty, vajnë ndizim nga një qeri dhe aty nga Zoti. Ku e ndezët qiriun? Në Në katedralja jo. A e thot në katedrale? Pra shkuat bashkë të dy? Po, ishim bas emisionit. Pas emisionit. Se vetëm ju të dy? Stefi nuk e di ku shkoj në atë. Kishte planet e tjera. Po, kështu që... Ajme ndizim nga një qeri. Se ju zakonisht, mbasi mbaron të programi, kishit në rutinë e juaja, besoj që gjithmonë dilin... Darkën me të ftuarit, po. Darkën me të ftuarit. Atë ditë ishte fest. Edhe djemt këndonin diku, kam përshtypjen, edhe kështu që unë i ndoqa, si që ndiqja gjithmonë. Edhe më pas, shkuam të ndiznim një qeri për Pashkën. Në katedrale, për të ndezur një qeri. Edhe këtu ishte shkëndije e parë, puthja e parë, do më thë. Brënda në katedrale? Jashtë, aty jashtë, në qeriri. Në qeriri. Na shbirove të gjitha t'i thamë, vol tani me këtë. Kjo është një histori që unë besoj që nuk është se po tregojmë diçka shumë intime. Është një histori që me siguri kush e di sa herë do ta rrëfeni kur t'ju pyesin. E po dhe puthin e parë ta tregojmë tani, ç'ke tani? Po shpëtja më e zakonshme që po edhe një çift. Kur ka qenë momenti dhe ju e pas keni shumë bukur historinë, mbasi keni ndezur qiri në kish, më pas ka ndodhur edhe kjo puthje, që do të thotë kur keni ndezur qiri, jeni lutur ndoshta për njëri tjetrin, më pas kur keni folur ne të ndarë nga njëri tjetrin, me sa duket luteshim të dy, se të dy kemi patur ato vështirësit e veta në jetë, vuajtjet tona, cilat kanë qenë individuale, se cili me problemet e veta, dhe veç mas njëri tjetrit, ne jemi të dy shumë besimtar, një tjetër gjë që na ka bashkuar, dhe luteshim, o Zot, na jep paqe, o Zot, na jep qetësi, o Zot, na jep dashuri. Zoti me sa duket na deshi shumë dhe të dyve na bashkoi në një ditë të shënuar për ne që jemi kaq shumë besimtar edhe besojmë. Duket një fillim shumë i mbar. Tani lutemi o Zot na jep shëndet. Tani shëndet sepse gjërat janë ashtu siç duhet. Rregullohet. Më pas ju rezistuat, do me thënë hezituat ose morët kohën tuaj, më saktë për ta mbajtur këtë histori për vete, që ajo të merrte formë, të piqe mirë, ju vetë ta kuptonit më mirë, dhe më pas u bët gati për ta publikuar. Jo, ajo ka qenë në fakt një foto shumë spontane që publikonim, zakonisht po duket se të roqi më shumë vëmendje dhe menduan njerëzit se ne aty e zyrtarizuam. Ne në fakt të historinë tonë nuk kemi patur shumë qef ta kishim publike ose njerëzit të merreshin kaq shumë me ne, po e kuptojmë edhe që kjo është e pavitueshme, duke qenë se të dy jemi persona publike dhe... Mos zirësh një foto se tër gazeta na shkruajnë. Po thamë ne tani me mirë t'ja u tregojmë sot na. Dhe ashtu është. Jo po çfarë po bën, jo po çfarë media. Dashuria jon. Edhe ju bie 3 hatë, edhe juve jeni më të qetë.